Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bëjeni zemrën 20 vite më të re. Ja ushqimet që duhet të konsumoni pas të 40-ave. Është e qartë se ngrënia dhe jetesa e shëndetshme ndikojnë në dukshëm në jetëgjatësinë e njeriut. Dëgjoni me vëmendje ushqimet më të mira që duhet të konsumoni për të ulur rrezikun e problemeve kardiake dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të zemrës me të paktën 20 vite sipas WebMed. Peshku. Yndyrat e peshkut, sidomos sardelet, janë shumë të shëndetshme. Kjo sepse përmbajnë acide yndyrore omega-3 që studimet kanë treguar se ulin rrezikun e aritmisë. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon se peshku të hahet të paktën 2 herë në javë. Omega-3 mund të merret nga suplementet e vajit të peshkut. Tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibër që ul kolesterolin. Tërshëra kryen rolin si një sfungjer në aparatin tretës dhe thith kolesterolin, duke u bërë që të mos kalojë në rrjedhjen e gjakut. Boronica. Boronica ul me 32% rrezikun e atakut në zemër dhe sipas një studimi të fundit, dhe jo vetëm ato, por edhe luleshtrydhet dhe manaferat. Mendohet se për uljen e rrezikut të atakut kardiak kanë në merit aminoacide dhe flavonoide që ulin tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë ndihmon në parandalimin e atakut kardiak, sidomos të ata persona që kanë probleme me zemrën. Çokolata e zezë përmban flavonoide me emrin polifenol që ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut. Limoni dhe portokalli. Farat që konsumojnë shumë flavonoide nga limoni dhe portokalli kanë 19% më pak rrezik për të prekur nga sëmundjet e zemrës. Këto fruta përmbajnë shumë vitaminën C, e cila është e lidhur me një rrezik më të ulët të atakut kardiak, sipas një studimi të fundit. Patatet. Nëse nuk ju janë të skuqura, patatet janë shumë të mira për zemrën. Janë të pasura edhe me element që ulin tensionin e gjakut. Kanë shumë fibër dhe ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Domatet. Ashtu si patatet edhe domatet janë shumë të pasur me potas. Potasi bën mirë zemrën, gjithashtu domatet kanë likopen, një karotenoid që heq kolesterolin e keq. Duke qenë se kanë pak kalori dhe pak sheqer, janë një ushqim shumë i mirë për çdo dietë. Vaj i ullirit. Në një studim të gjerë, personat që rrezikoheshin nga sëmundjet e zemrës ndoqën një dietë me 4 lugje dhe vaj ulliri në ditë dhe u pa se ul me 30% rreziku i atakut kardiak. Salmoni. Salmoni dhe peshqit e tjerë si sardelet janë super hyjet e ushqimeve më të shëndetshme, dhe si të tilla ato duhet të jenë pjesë të recetave tuaja më të rëndësishme për të ndikuar pozitivisht në shëndetin e zemrës. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë. Jo gjithashtu mund të merrni vaj të peshkut të pasur me omega-3 si suplemente dietike. Megjithatë, konsumoni omega-3 që gjendet kryesisht në peshkun e yndyrshëm. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme, të cilat mund të ulin kolesterolin. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të mos përthithet në qarkullimin e gjakut. Manaferat. Jo vetëm boronica, luleshtrydhet dhe manaferat të tjera mund të ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25-42 vjeç, që hanin më shumë se 3 racione boronica dhe luleshtrydhe në javë, kishin një rrezik 32% më të ulët të sulmi në zemër krahasuar me ato që hanin më pak. Autorët e studimit të atribojnë përfitimet komponentëve të njohur si antioksianin, që mund të ulin presionin e gjakut dhe të zgjerojnë kështu enët e gjakut. Çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë, çokolata e bërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao, mund të jetë dobishme për zemrën tuaj. Një përmbledhje botuar në vitin 2015 në revistën Farmakologi Vaskular pranoi prova në disa mënyra se si çokolata e zezë mund të ndihmonte në sëmundjet e zemrës, por paralajmëroi se në vitin më shumë studime. Agrumet. Njerëzit që konsumojnë sasi të lartë të flavonoideve që gjenden te agrumet kanë një rrezik më të ulët të goditjes në tru dhe sëmundjeve në zemër. Sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në revistën ndërkombëtare të epidemiologjisë. Patatet.
Nuk ka asnjë arsye për të shmangur patatet sepse ato shpesh konsiderohen si një nistë shteje e keqe. Për sa kohë ato nuk janë të skuqura, patatet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Janë të pasur me kalium i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe janë të pasur me fibër e cila ulë rrezikun për sëmundje të zemrës. Arrat. Arrat duhet të përfshihen bashkë me bajamet, fistikët dhe kikerikët pasi kanë përmbajtje të mira për zemrën. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën E e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Vaji i ullirit. Shumë studime kanë sugjeruar mekanizmën me të cilën vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e sëmundjeve në zemër, sipas një rishikimi të vitit 2019 të botuar në revistën Nutrient. Kjo është veçanërisht e vërtet kur Evo është një shtesë e dietës mesdhetare e cila është e pasur me drithëra, fruta dhe perime. Vaji i ullirit është një burim shumë i mirë i ndyrnave të pangopura të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Vetullinjt, jeshilët dhe të zinj janë një tjetër burim shumë i mirë i dietës suaj. Brokoli. Kur bëhet fjala për shëndetin tuaj nuk mund të gabojeni me perimet. Këto perime jeshile të errta mund t'japin një shtesë zemrës suaj. Këto janë të pasur me karotenoide të cilat veprojnë si antioksidant që kundërshtojnë komponent potencial të dëmshëm për trupin tuaj. Ato gjithashtu janë të larta në fibra dhe mirëmbajnë shumë minerale dhe vitamina. Kafe. Një tjetër pije e konsumuar gjërësisht, kafeja mund të promovojë gjithashtu shëndetin e zemrës. Në përmbledhjen e vitit 2018 të botuar në Progressing Cardiovascular Disease u zbulua se kafeja çoi në uljen e humbjes së jetës nga sëmundjet e zemrës. Konsumi ditori 2 deri në 5 filxhan kafe gjithashtu ishte i mirë, por jo në të gjitha rastet. Fara liri dhe fara chia. Farat e liri dhe ato chia janë të pasur me yndyrna omega-3 me bazë bimore. Kjo është një arsye pse janë të mira për zemrën tuaj. Një arsye tjetër është përmbajtja e tyre e lartë e fibrave. Avokado. Këto fruta të buta dhe të shijshme kanë një reputacion të mirë përcaktuar për sigurimin e trupit të zemrës dhe yndyrnave të shëndetshme. Ashtu si vaji i ullirit, ato janë të pasur me yndyra të pangopura të cilat mund të ulin faktorët të rrezikut për sëmundje të zemrës siç është kolesteroli. Avokadot janë gjithashtu të pasur me antioksidant si kaliumi dhe mund të hahen vetë ose të përzihen me receta të ndryshme. Shega. Shega përmban antioksidantë të shumë duke përfshirë polifenole dhe antiocianina që nxisin zemrën, të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e ngurtësimit të arterieve. Por vini re se është e rëndësishme të keni shumëllojshmëri në dietën tuaj. Nëse nuk ju pëlqejnë shegët, mund të keni mundësi të merrni mollë, të cilat gjithashtu kanë efekte të mira për shëndetin tuaj. Mollët. Përveç aftësive të tyre për të promovuar dhe reduktuar kolesterolin total, mollët ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës për shkak të përmbajtjes së tyre të probiotikëve. Probiotikët shërbejnë si ushqime dhe bakterie të dobishme të vendosura në zor, të cilat janë të lidhura me mbrojtjen e shëndetit tuaj kardiovaskular. Hudhra dhe qepat gjithashtu janë një mundësi shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Perimet alium, të cilat përfshin hudhrën dhe qepën, janë treguar se reduktojnë inflamacionin në trup. Ashtu është treguar se hapja e rrjedhjes së gjakut dhe përmirësimi i qarkullimit të tij do të bëhet më i lehtë me perimet alium. Panxhari. Panxhari është një nga perimet e pakta që përmbajnë pigmente të rëndësishme bioaktive të njohur si betalain, të cilat japin ngjyrën e kuqe vjollcë të panxharit. Betalain ofrojnë aftësi të larta antioksiduese dhe antiinflamatore të njohura për të mbrojtur nga një sër simptomash në trup, duke përfshirë kështu edhe sëmundjet kardiovaskulare. Nitratet natyrale që gjenden te panxhari ndihmojnë në zgjerimin e enëve të gjakut për të ulur presionin e gjakut dhe zvogëlojnë inflamacione tretëse të sistemit nervor që ndodhen edhe në sëmundjet të zemrës. Speca djegës. Speca djegës kanë treguar se ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës duke përmirësuar kolesterolin, duke ulur presionin dhe duke përmirësuar qarkullimin si dhe duke luftuar mbi peshën. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.